Janë publikuar pamjet e një sherri masiv mes disa të miturve pranë një gjimnazi në qytetin e Shkodrës. 3 prej adoleshentëve morën plag me thika dhe përfunduan në spital, ndërkohë policia thotë se po heton për motivet. Këto janë pamjet e sherrit mes 13 adoleshentëve në afërsi të një gjimnazi në Shkodër, ku krahas grushteve u përdor dhe thik, duke lënë të plagosur 2 vëllezër, njëri 17 vjeçë, tjetri më i vogël, si dhe një bashkëmoshatar të tyre. Siç duket edhe në këtë video të siguruar nga televizioni Klan, të fiksuar nga kamerat e sigurisë së një biznesi, fillimisht në vend ngjarje shfaqen 3 të rinj, të cilët në dukje kontrollojnë zonën, ndërsa njëri prej tyre mban kapuç në kokë. Vetëm pak sekonda më vonë, pas tyre vijnë 3 adoleshentë të tjerë, të cilët nga pas shoqërohen nga 7 persona të tjerë. Sapo afrohen tek 3 adoleshentët, ata i bën me gisht njërit prej tyre e më pas nisin ta godasin, ndërsa grushtet i drejtojnë edhe nga 2 të tjerët. Në këto momente në zëng shihet se përfshihen edhe pjesa tjetër e të miturve, ndonse këta të fundit ishin më të shumë në numër. 3 adoleshentët, të cilët u sulmuan fillimisht, nuk tërhiqen, por nisin të godasin ata. Madje njëri prej tyre, që në video duket me jelek të kuq, qëllon disa herë me thik bashkëmoshatarët e tij. Nga goditjet, 3 prej tyre mes të cilëve dhe 2 vëllezër morën lëndime, teksa aktualisht ndodhen në spital. Zënga mes tyre zgjati për rreth 50 sekonda, derisa ndërhyjnë qytetar të rastësishëm, të cilët njoftuan dhe policinë. Uniformat blu thonë se po hetojnë për shkaqet dhe motivet e ngjarjes.